debati tjetë po si të Berisha. Edhe nuk kanë fituar. Ti tani thuat sot, debat sot me këta nga të listën e mbyllur. Nuk e kam me Berishën në debatin unë. Është shërim. E kam me demokratët orë. Demokratët... Ja më kishin alternativ Lulzim Bashën, që morin gjithë Shqipërinë. Sa mori Lulzim Basha si individ? 30.000 vota në pak në 2021. 37.000 në pak. Po më si individ sa mori? 16.000. Po. 16.000 si individ. Në këto thua? Thashtë e the 2021. Jo, tani po themo. Qofse këto zgjedhje kanë dhenë një panoram qartë edhe për këtë pikërisht. Që demokratët të hapin horizontin. Se ngelen dy emra. Ka njerëz tjerë sa dushëm tjerë, ka ngel për daja të dy emra. Tani tjetër që, nuk e kam me Berishën fare të patit. Berisha është në drejtën e vetë, unë e kam deja vu këtë. E di, tani mua më vjen keq, pse janë kaq meskin me demokratët thonë që neve do mbajmë një qendrim mbas 2 muajsh, kur dali raporti përfundimtar, se ne tani do të denoncojmë farsën elektorale. Ta marr me radhun zoti Babaramo që ka PD 2021-shin? Ka kundërshtuar çdo qark 2021, ku zoti Logu, Marash Logu, bante ato referimet nga 6 orë lexim në kas, apo jo, për çdo qark. 6 orë, për çdo qark. E ka për 2021 PD-ja. Këtë që po bën Saliu tani, e kupton? Që po bën Berisha tani. Ka bër librin e zi të zgjedhjeve, që ashtu gjithë organizatave ndërkombëtare, ambasada e drejtë shqiptare. Sa që tani fillon betejë e vërtet, edhe atëherë kështu tham, tani fillon betejë e vërtet. U tha dhe atyre që mund mos të hymë në parlament të bëjmë një kështu grevurie gjitha këtë mëra. Kjo së shten këtë radhë. Do me thënë. Jo, Aulon? Do me thënë, jemi identik. Mjafton të heqesh nga ekuacioni Lulzim Bashën, edhe kuptojnë që pas ka qenë e njëjta gjë. Pra do që tha, çfarë ndodhi në... Unë nuk jam dakord me këtë pjesën e fundit, do më thënë, shiko unë... Në Kruj, çfarë ndodhi? Flasim për Krujën apo të flas për denoncimin e zgjedhjeve? Për të dyja bashkë po nise me ato pyetjet retorike që bëri Sefa. Po. Se u fitu Kruja. Tani do të flas për fushatën time, do më thonë, po ndoshta do mërziteni pastaj se unë jam marrë vetëm me anë. Para gjykon. Do flasësh, Aulon do flasësh. Kam qenë Babarama se më keftu, që qenë gazetari i parë që më keftu, edhe duhet të falenderoj publikisht që më ka hap derën, këtu, se na kërkuan dhe lek neve për me dalë nëpër televizione. Unë jam gazetar dhe pagusha lek me dalë në televizor, e kupton? Që t'jem realist. Kanë kërkuar kolegë donë për të... Po. Televizionet tjera. Televizionet tjera, pra tani? Nuk ta thot ku, po. Tani, unë po të them, na keftu në emision këtu edhe të falenderoj që me ke kriju hapësirën për me fol, po kur të kam fol për hallet e Krujës së dite, nuk ma le ta mbaroj. Jo, se pyetja ishte për zhvillimet totale për politikën kombëtare. Unë kam folë vetëm për hallet e venit aty, pra ne u mor rezultati. Prandaj po të them, do mërzitesh tani, po të flas për problemet atje. Se kshu fitu, unë kshu e gjykoj. Ç'a bëre ti ndryshe nga... Po të them, pra, ndryshe e para herë bëra që u fitu, ai ven atje. Kupton? Pra, pas 18 vitesh u fitu. Unë ishte hera parë që kandidoj atje. Tani, thash dhe herë tjetër, unë ju premtova krutanëve që do ktheheshin prokurorinë, gjykatën, hipotekën, stadiumin e Kastriotit që është emblema e historisë shqiptare, kanë kthyer në një vend që hidhen qendën e rrugës aty. Është një qytet që nuk ka dhënë akoma shtëpitë të tërmetit. Pra, qeveria shqiptare, po janë ndërtuar ato, erdhi janë ndërtuar më burr. Pra ky është problemi. Po erdhi dhe Erdogani aty. Po pra, unë jo ka qenë Laç Erdogani, ka qenë Rama, ja u dha çelësat banorëve. Para kamerave dhe ju ka marrë më vonë. Pra, unë prandaj do jem tani si me mandat, si pa mandat, do shkoj dhe do kërkoj drejtat atyre njerëzve. Sa apartamente janë kështu? Po pa funë, po apartamente pa funë. Problemi janë bosh akoma? Po janë bosh më burr, e kupton. Prandaj bëj thirrje kryeministrit Rama, në vend që ta quaj PD në Turak, shkoj të zgjidh hallet e Krujës dhe t'u jap çelësat banorëve që sot e kësaj dite dergjen rrugëve dhe kanë 2 vjet që paguajnë qeran me për çdo nuk të paragjykoj. Çoj kamerë nesër. Po si tjetë ajo bosh? E ta është tjetërin qatë... Bosh, në Kruj 1. Po përse, qa ju thonë? Në Kruj 1, ja ta them unë, do të them dhe lajmë. Në Kruj 1, në Fush Kruj 15 familjet e Pallati Beqarëve, në Manës gjithashtu dhe në Durrës po ashtu, pra janë të gjithë qarku që është godit nga tërmeti 26. A ju kërkojnë lek dhe aty o do nësi punë e studiove që kërkuan lek ata kanë paguajtur, tani çka kanë ndodhur? E para në Kruj janë ndërtu 82 apartamente mangut, sepse kanë marrë patronazhistë sa shtëpi aty. Domethënë njerëz që nuk ju ka prish shtëpia kanë marrë apartamente dyta dhe atyre që ju ka prish shtëpia nuk kanë marrë banesë. E dyta, kanë 2 vjet që banorët paratë e qeras i paguajnë nga paratë e veta, nuk marrin atë që quhet bonusi qeras.
E treta, ka një hetim nga Spaku, unë e marrë vesh se kam investiguar rastin, ka një hetim nga Spaku dhe ai që kolaudo banesat nuk firmos për dhënien e apartamenteve. Tani të dalë kryeministri Rama dhe ta zgjidh këtë problem. Unë do merrem me këtë çështje deri në fund të jetës time, po ta them me sinqeritet, sado që të zgjasim me mandat, pa mandat, unë do jem atje me ata njerëz, sepse janë ata njerëz që mu më dhanë këtë fuqi tani që të vi këtu dhe të flas te ky televizioni jot. Është shumë e rëndësishme kjo tani. E dyta, i kanë heq çdo institucion kryes e kanë kthyr në një qytet varrez. Duan me çut gjithë turistët on Gjirokastër ose në Berat. Jam shumë pro, janë qytete të mrekullueshme, por nuk mund ta lesh kryen pa rrugë, burim aksident. Pse paragjykon tani do? Pse paragjykoj? Pash një dialog në frëngjisht me një francez të zotit Berisha në pazar të Krujit. Aty kam qenë. Po tani pse thua do që i çojnë në Berat, i çojnë në Gjirokastër? Aty kam qenë. Tani ç'a ndodh? Edhe herë. Lutem pra. Unë po të them që prioriteti i qeverisë është që Kruja të marrë fund si qytet. Këtë po ta them me sinqeritetin më të madh. Nuk e di pse e kanë personale me atë lloj qyteti. E kanë lënë në harres, është kthyr në varrez, në orën 5 masdite nuk ke as gras, fëmijë as pleq në qytet. Është qytet.